Miq të Original Podcast, sot jemi në Ishëm te bar restorant Regjin e kemi këtu që na suporton me varkën, me ambientin, edhe me suportin maksimal që mund të ofrojë dikush ndihmën. Kështu që hajde në restorant Regji. Jemi me Markelian Shpartin. Marko është i mik i vjetër, kemi vite që njihemi, kemi një shoqëri shumë të mirë patjetër. Po Marko është nga ato çuna që unë do thoya ka shumë për të ndarë me ne. Ka shumë histori, ka shumë sakrifica, ka shumë arritje, por që së fundmi është bërë dhe pak udhëtar në vende ndryshme të botës. Marko ka pranu që ta ndaj historinë e vet me ne. Është një histori që ja vlen për të dëgjuar dhe për të ndjekur, edhe për të mësuar. Mark, mirë se erdhe. Falenderoj shumë që more pjesë në podcast me mua sot në Original Podcast. Faleminderit Gen. Mund të them mirë se ju gjeta. Është faleminderit ti, domethënë në radhë parë që më more në këtë podcast që bën, sepse siç ma ke shprehur domethënë që në fillim është një le të themi ide shumë e bukur për të ndarë jetë që nuk janë jetë vipash, por që janë shumë të rëndësishme për njerëzit, domethënë për treguar domethënë që ka për te vipave ka edhe këtë lloj përjetimesh domethënë në këtë jetë. Edhe më jep mundësinë domethënë që të shpreh edhe unë jetën time. Një ndër arsyet kryesore që unë mendova se unë nuk para i ftoj njerëzit, shumica siç kam thënë janë të ftuar, nuk kam as skript, është bashkëbisedim, ishte një reply që më bën Marku në një nga storyt e podcastit që kisha bërë unë, në lidhje me frikrat e njerëzit. Marku nuk njihet një njerëz që ka frikë. Në ditët e sotme themi se normalisht në rininë e vet Marku ka pas edhe sfidat e veta. Normalisht është rritur nga dy prindër që sot nuk jetojnë asnjëri. Ka pas krijuar një familjen e vet, prap ka pas problemet e veta dhe është prap këtu ku është. Marku është nga ato çuna që ja doli edhe ka arritur domethënë të jetë një shembull shumë i mirë. Mark, siç e di, unë nuk kam skript. Po. Është e kot me ta thënë se ti e di këtë muhabet, se ne kemi konsultuar shumë përpara edhe kur kam nis podcastin. Por unë mendoj që ti ke shumë për të dhënë, edhe shumë për të thënë. Gati ja nisim, e kam pyet Markun ku të flas, çat përmend. Marku më ka thonë çat dush ti, domethënë si më qen duke fol me veten time. Po unë do doja të na bësh një përshkrim. Po. Ku je lindur, ku je rritur, puna, edhe pastaj do hyjmë me tema specifike. Domethënë ne si familje unë kam lindur në Gramsh, në qytetin e vogël të Gramshit. Mamaja ime është nga Gramshi, babai im nga Korça, ka udhëtuar, domethënë ka dashur të punojë në qytetin e Gramshit. Ashtu siç ndodh në Shqipëri, domethënë me këtë demokracinë e re që ndodhi, edhe ne bëm këtë udhëtimin për të ardhur në Tiranë për të filluar një jetë të re, mes shumë vështirësive. Familja ime ka qenë shumë e varfër. Mamaja ime ka punuar domethënë në uzinat e Gramshit dhe babai si ndërtues, murator domethënë mund të themi. Edhe kemi filluar domethënë këtë jetë jo nga zero, por nga minusi. Ashtu ka qenë për gjithë koha, sidomos për këto që migronin brenda vendit se nuk ishte e lehtë. Është një histori domethënë që është e shumicës shqiptarëve. Në Tiranë normalisht nuk ka qenë e lehtë, domethënë jeta ka qenë një rëmujë e madhe. Në çfarë vitesh bëhet fjalë? Në vitet 94. Ju jeni shkuar në Tiranë. 94 unë kam lind. Kam qenë 5 vjeç atëherë, edhe shkollën e kam filluar këtu në klasë parë. Po, klasë parë tek Mihael Grameno. Domethënë ti ke jetuar gjithmonë në Mihael Grameno. Po, domethënë çdo gjë kam jetuar këtu, sepse shumë njerëz më fyesin për njerëz në Gramsh, po unë nuk i njoh. Nuk e njoh as jetën atje dhe domethënë ti je tiranës. Tiranas. Nuk e them asnjëherë. Nuk e them asnjëherë. Do të thotë po jam mix. Jo, gjithmonë i them njerëzve që jam miksi i Shqipërisë. Kjo është. Unë jam i bindur që gjithë njerëzit drejt këtu në këtë pikë kanë ardhur te kjo video duke pa videon mendojnë që Marku ka në Terezi. Do thonë Marku si kaq i qeshur, kaq pozitiv. Për të shmangur, sepse nuk tregohet jeta e një njeriu për 40 minuta, 50 minuta që do flasim ne këtu. Po bëj një shkurtim, një intro. Marku është me profesion inxhinier. Punon te ARSH-ja. Po, autoriteti rregullar shqiptar, një inxhinier shumë i suksesshëm patjetër. Lindur nga dy prindër
të zakonshëm shqiptar, punëtor që kanë migruar brenda vendit për një jetë më të mirë në Tiranë. Po. Me sfidat e veta kanë rritur Markun, djali i vetëm, nuk ka as motër as vëlla. Prindit e Markut nuk jetojnë asnjëri sot. Mamaja vdiq përpara nga kanceri i gjirë. kanceri. Po. Babai vdiq së fundmi, nuk e ka bërë besoj vitin. Një vit e gjysmë. Një vit e ka, gjysmë. po. Po babai pse? Nga tumori në kokë. Domthon çfarë fatkeqësie më të madhe mund të ketë njeriu. Dhe për ta shtuar akoma më shumë këtë vujtën e madhe, Marko ka kaluar dhe divorc. Jo shumë larg. Ka dhe një djalë Kedrin, 5 vjeç është Kedri, 5 vjeç. Domethënë që vlen për të dëgjuar dhe për të parë gjithë ky pozitivitet. O Mark, na trego pak si është, domethënë, të humbësh nënën, të humbësh babën dhe pastaj kështu me radhë. Është eksperiencë vërtet që ndryshon jetën. Në fillim me nënën, ndoshta e kam përjetuar pak më pak sepse kisha në krah edhe babain, thënë që më ofronte ndihmën e tij. Sepse kur je djali vetëm ka shumë problematika, do të thënë, prandaj them dhe njerëz që bëni fëmijë. Sepse është shumë probleme edhe për fëmin. Rritet e vetëm. Ka qenë përjetim që të ndryshon jetën, sepse kanceri nuk është vetëm smundja apo fundi që njeriu vdes. Ka edhe disa përjetime derisa arrit në atë stad që të bëjnë mendosh për jetën edhe ndryshe. Nuk është e lehtë që të shikosh njeriu tënd, domethënë që të degradoj deri në atë pikë. Por janë gjëra siç ndoshta bisedojmë shpesh ne, domethënë që se ne jemi dhe besimtar. Zoti t'i jep domethënë ndoshta për të përgatitur, për të forcuar edhe në të ardhmen, domethënë që të bësh një njeri i fortë, që mos kesh probleme siç kanë, mund të themi, të rinjt e sotëm që depresionohen kollaj. E shikon jetën më thellë, domethënë më me kuptim. Mund të them që edhe ndarja e babait, ajo ka qenë pastaj një pikë shumë e vështirë. Sepse ishte përjetimi i dytë. Kupton, edhe para se të vdiste babai, unë 3 muaj e gjysmë kam ndënjur i bllokuar fare në shtëpi. Po, në mëme. Nuk lëvizja dot fare, domethënë, sepse ishte edhe i paralizuar. Edhe janë gjëra, domethënë, nuk ja uroj asnjërit. Por të bëjnë vërtet, domethënë, që ti të forcohesh të bësh një njeri që t'ia dish vlerën atyre gjërave që ke. Edhe ndoshta edhe këtë jetë, domethënë, ta mendosh pak më lehtë, pak më me pozitivitet, sepse e di vlerën e vërtet të gjërave. Domethënë, njeriu arrin në një pikë që për shumë veta mund të jetë humbja çdo gjëje, humbja e babait, nënës, familjes, se siç e tha Marko ka përjetuar pjesën e divorcit, dhe prapa arrin na jep të mesazhin sensibilizues dhe motivues që shumë njerëz kur thot edhe Marku vet ndoshta demoralizohen për mungesën e një iPhone-it fundit ose për një makine të shtrenjtë. Kështu që edhe çunat që janë këtu të dëgjojnë për ta bërë pak kështu si më me sportivitet, se realisht është histori rreshëse. Shiko Mark, unë për veten time, duke qenë se ka vite që njehim ja, mbi 7 ose 8 vite që njehim me Markun, nuk e kam parë ndonjëherë Markun me nerva ose të stresuar përveç se kur luajm futboll, domethënë. Që pse se bën golin këtu. Si arrin ta menaxhosh ti me veten tënde këtë? A ke ato pikat tuaja dopta ose a ke ato momentet që edhe ti plas kur i thon? Mund të them, është e natyrshme, faktikisht, ose më sakt mënyra se si jam rritur, se babai ka qenë pak nga këta baballarë tipik shqiptar, domethënë që si themi, të diktojnë çdo gjë dhe të mbajnë ulur, të ndalojnë, domethënë, edhe ndoshta një gjë e mirë, një gjë e keqe është për të diskutuar kjo. Por do ta flasim dhe atë, sepse kjo është edhe arsye kryesore faktikisht që hapëm dhe diskutimin ta bëjmë apo mos ta bëjmë podcastin. Po gjëja kryesore besoj ka të bëjë me natyrën e njerëzit. Ndoshta fillon që në vegjëli, ndoshta, domethënë, nuk di ta shpreh pse është një aftësi. Por kam dhe pika dopta.
Kur janë ato pikat tua do shembull, nëse do t'i ndash me ne? Arritja, unë e kam shumë të vështirë për shumë të them fal. është e pamundur. Por ama nëse unë e them fal, e them, domethënë aty është përulësia ime më e madhe. Edhe pika ime e dobët është që ti nëse vazhdon pastaj konfliktin më tej, pasi unë kam thënë fal, aty aty ka shpërthyer. Aty ka shku maksimumi. Është po gjithsesi, domethënë çdo gjë e kam për shumë pak kohë dhe nuk mbaj kur mëri ose urrëtie. Kjo vjen është përgjithsisht tipike e njerëzve të sinqert në fakt, se shpërthimi ose si thua për shembull edhe ajo shpërthimi emocional që ka njeriu e ka momental dhe pastaj bie. Se është më e keq që ta mbash natin, ta vazhdosh atë natin që të kaloj në urrëtie pastaj se akumulimi të çon bën në e kalon mllef. Edhe mllefja shkatron njeriu. Pikërisht, ti nuk arrin pastaj të bësh jetën normale. Është të shoqëron gjithë jetën, pastaj është diçka që nuk e shmang dot dhe nuk e zhbën dot më. Shikom, do doja të mbrekësh pak këtë temën që sapo the vetë më përpara, edhe më bën edhe reply te story që frikrat që jemi rrit, se ne edhe pse ti je disa vite më i madh se unë, pra pak a shumë jemi njëjti brez, domethënë, femrinën e kemi pas në të njëjtën kohë. Frikrat. A di pse duhet ma thosh të, sepse një ndër arsyet që unë e bëj këtë që bëj me podcastin është sepse nëse dikush e dëgjon, nëse dikush e shef, ta kuptoj edhe si ndihet fëmia. Tash nuk duhet të gjykoj prindërimin. Nuk duhet të gjykoj mënyrën se si na kanë edukuar, sepse prindit tan kanë bërë 95% është perfeksion. Sepse jo, për te modestis, nuk kemi as çuna problematik, as njëri nga ne që jemi këtu, as rrethi jon shoqëror. Domethënë është merit e prindërve. Por që mund të ishim edhe më ndryshe ndoshta në rast se nuk do na kishin futur këto frikrat e mëdha. Unë për vete si kam, unë i kam heq me vite, por që njoh shumë vete që i kanë. Si është për ty kjo pjesë? Për mua ka qenë një pengesë e madhe, mund të themi. Kjo mënyra që babai di të gjitha, babai bën të gjitha, domethënë ose sepse edhe ata në vetveten e tyre kanë patur një lloj frike, domethënë që ne mos gabojmë, ne mos lëndohemi. Këto janë forma për të ruajtur. Po. E shpjeguam, nuk është formë kjo që prindi nuk na donte dhe donte të tregonte egon e vet. Ishte formë ruajtje. Por nga ana tjetër te fëmia, domethënë ndikon shumë keq sepse nuk e përgatit fare për jetën. Duke patur çdo gjë, si të thua, pak a shumë të gatshme, ti nuk je i aftë pastaj për të vazhduar, për të arritur diçka në jetë, për të arritur një sukses, për të ndjekur ëndrat e tua, çfarë ke, mund të bësh edhe konfuz. Për shumë fëmijë nuk e dinë se çfarë duan, sepse nuk kanë provuar asnjë gjë. Kjo është një nga problematikat, besoj që është jetike, sepse njeriu nëse di çfarë do, mund të vazhdoj pastaj të luftoj. Si ta thesh, kjo është dhe mënyra ndoshta që edhe prindërve tanë ju është dhënë, edhe ata e kanë vazhduar. Unë përpiqem shumë me djalin tim, të vogël, që edhe nëse ai do shkoj drejt një gabimi, e le ta provoj njëherë vet. Normalisht jo deri në atë pikë sa ai të rrezikoj jetën ose të lëndohet shumë, por i kam lënë i le liri, domethënë që ti provoj vetë gjërat. Edhe gabimin, një gabim për shkakun ta kuptoj vetë. Se si thoshim më përpara, po nuk u dojgje, nuk e di që nuk e fryn lugës pastaj. Kështu që jam shumë i kujdesshëm me djalin tim për këtë aspekt, duke ditur, si thua, pak a shumë traumat e mia, e lejoj, domethënë dhe shpresoj që të mos jetë një rrugë e gabuar, por shpresoj që do jetë një rrugë shumë e mirë që atë do ta lejoj të formohet. Nuk është rrugë e gabuar sepse siç e the edhe vet, nuk është se ti po i thu futu te liçeni, po mëson notin 5 vjeç. Ti po i thu gjërat e veta që fillon krijon me karakterin dhe me kalimin e viteve. Shiko, ndoshta brezi i prindërve tan e kanë pas të lloj kufizimi sepse kanë jetuar të dy sistemet. Sepse sistemi komunist, siç erdha nga varfëria ekstreme, i ra diçka në dorë dhe donin ta ruanin me patjetër atë dhe nuk e mendonin dot zhvillimin e asaj që kishin. Domethënë mjaftoheshin me atë dhe jemi në rregull. Pavarësisht se ne mundohemi sot, mas 20 e ca vitesh, 30 vitesh, të mendojmë me mendet e atyre që ishin mbi lexova para pak ditësh, mos u mundo domethënë të gjykosh kohën e Skënderbeut me
me armat e sotme, kupton, Po, lufta ta që bën ai krahasoj. me armat e sotme. Jo ishin kaq veta, ishin aq veta. Kështu që për te kësaj, ne japim mendimin ton, se cilë di vetë jemi shumë krenar me për prindit patjetër sepse siç e tham Normal. na kanë sjell këtu ku jemi. Po rritja jote si një adoleshent në Tiranë, kupton, kur thua edhe vetë është ky term i ardhur. Po. Si ka qenë jeta jote? Edhe aq më tepër me prindit që po thua edhe pak kufizues edhe kontrollues. Le të themi që nuk është se kam bërë jetën e një adoleshenti normal, mund të thuash, se siç thash, nga që vinim nga prindër shumë të varfër, edhe në Tiranë nuk kishim asgjë. Unë faktikisht po e diskutoj edhe me një shokun tim para disa ditësh, po diskutonim këtë që kam vuajtur, domethënë. Për disa njerëz duket sikur është kështu një gjë normale ose si një gjë që nuk ta vlerësojnë, domethënë, por unë jam detyruar që të punoj për ndërtimin e shtëpisë që kemi ne, domethënë. Sepse siç e thash, babai im ishte murator dhe i bënte vetë gjitha, edhe unë dhe mama imi ishim punëtorët gjithmonë. Edhe mund të thush që kam punuar që 10 vjeç deri vonë 25 vjeç, domethënë çdo verë imja ose çdo dimër ka qenë vetëm me punë mbas dite, punë gjatë shtunë dielës edhe nuk i kam shijuar do të thosh ato daljet me shoqërinë Në jetën e Tiranës. ose jetën për shumë në adoleshencë që ka pas atëherë diskotekat, këto gjërat, unë nuk i njihja fare do të. Madje as lokalet. Edhe kur shkoja në një lokal për shembull nuk dija çfarë të porosisja për shkak të mungesës eksperiencës. Por nga një anë siç tham, domethënë, mendoj se është një gjë e mirë sepse më kanë bërë ky që jam sot. Pikërisht prandaj thash sepse nuk është vetëm prindërimi, se është edhe karakteri i njeriu, sepse kemi rastin e dy vëllezërve që rriten nga dy prindër që kanë bot kuptim ndryshëm, se do thotë që nuk është se prindi bëri diferencë tek secili. Shikom, ti shkove në universitet. Normalisht me sfida, me vujtje, me sakrifica. Dhe e mbarove vetë, se në atë kohë ishte edhe ky termi i diplomave të bleme. Si ishte kjo jeta jote në universitet? Domethënë pas këtyre vujtjeve që po thua po punoja, vazhdoja. Universitet ka qenë pak më ndryshe, domethënë, babai im kujdese shumë që unë duhet ta mbaroja se s'bën një shkollë, domethënë. E ka pasur si punë ëndre. Po gjithsesi ka qenë shumë e vështirë. Inxhinieria për këdo, domethënë që se ka provuar, ti e ke provuar. Se nuk ja din shumë vlerën, por inxhinieria nuk e din as vështirësinë. Është, ne themi shpesh në gjuhën popullore kemi thartuar trut. Dhe nuk ka qenë lehtë, me thënë drejtën. Edhe aty ka ekzistuar korrupsioni. Po vjen keq ndoshta që e them. Është realiteti. Realiteti i Shqipërisë ka ekzistuar korrupsioni dhe ka pasur shumë vështirësi për të lënë ty të vazhdoje, domethënë për të mbaruar, për të arritur suksesin, se kishte shumë pengesa. Po gjithsesi jam përkushtuar aq shumë sa e mbarova, domethënë në kohën e dur, aq sa çishte, masterin shkencor mbarova, një nga studentët më të mirë të degës, ndoshta edhe të shkollës. Edhe u punësua patjetër në shtet pa mik. Po, domethënë fillimisht u punësova në privat. Tani vjen mirë, dakord, aktualisht që po punon them. Po, fillimisht faktikisht punova për një firmë private, aty bëra diplomën, temën e diplomës të ka firma dhe më pëlqyen. Ndoshta s'do t'i themi emrin. Thuaj, mund të përmendesh çfarë dush ti. Është një firmë që bën studime gjeologjike, se unë kam mbaruar inxhinieri gjeologjike dhe hidrogjeologji. Kam punuar si të thuash, për projektet më të rëndësishme të asaj kohe, se ndoshta tani kanë humbur pak interesin, Trans-Adriatic Pipeline, TAPI, ndryshe. Kam qenë ndër të parët, domethënë që kam nisur projektin si në Korç, si në Skrapar, në zonën e Skraparit, kemi vajtur shumë dhe atje, sepse nuk ekzistonin kushtet, domethënë. Dhe puna ime në shtet ka ardhur mbas 9 vitesh.
Po prap, në marrëdhënie pune. Në marrëdhënie pune gjatë gjithë kohës kam punuar shumë puna të ndryshme. Jo, jam kurioz me ditë. Kjo, se kush punonte te tapi atëherë, domethënë kur ishim ne studenta, shumica e inxhinierat përgjithsisht puncoheshin tap. Po. Disa punë të rëndësishme, disa punë më pak të rëndësishme. Si ka qenë kjo shkputja jote nga familja, duke qenë se ti po thu për shkakun që prindit ishin gjithkohës me ty, donin sa e vështirë ka qenë për ato kjo shkputja jote? Për ata ishte shumë e vështirë faktikisht, sepse nuk ishim mësuar, duke qenë edhe fëmijë vetëm, ishte shumë e vështirë. Për mua ishte liria e dëshiruar. Sepse për atë moshë domethënë ishte një gjë e bukur sepse udhtoje në për vende të ndryshme, ishe siç e tham atë pengesën e prindit nuk e kisha më, isha unë fjalë në vitet 2010, 2012, diçka e tillë. 2012-2013. Edhe unë kisha në dorë çdo gjë, domethënë se si menaxhoja aparat, çfarë doja të bëja. Ishte gjë e bukur. Për moshën e atërshme ishte eksperjenca e parë ishte shumë e mirë. Po, shumë e bukur. Pastaj rikthimi prapë në Tiranë. Rikthimi në Tiranë, si thua, një dram për mua. Kompania nuk kishte më fluksin e punës që kishte më përpara, unë detyrohem, do thënë që të largohem nga ajo punë. Filloj kamarier. Ajo normaliteti i Shqipërisë të atërshme, kushdo që mbaronte shkollën e lartë, filloi stazhi ishte kamarier. Po nuk e kam pasur asnjëherë për, si thosh, për turp, ose nuk i ndruhesha, domethënë që thosha ore kam filluar kamarier. Fundit janë stadet po për prindit si ishte kjo puna kamarierit, se duke qenë se ishte ëndër universiteti. Si thosh, babai nuk është se e ka pasur, sepse babai ishte më i përfshirë në këto gjëra. Mjafton që unë tisha i aktivizuar në punë, isha në rregull për të. Mjafton mos di që ai çuni rrugëve dhe i kafeve. Ai mos bësh harakat. Se babai ka pasur edhe këtë gjë, domethënë që nëse je në një punë mos ikç aty. Rri aty. Po pra, është mentaliteti pra ta thash, kanë ardhur e ke të mirë, mbaje këtë, mos kërko më shumë. Mirje. Se tek puna domethënë që isha kamarier bëja edhe pak menaxhimin e lokalit. Menaxheri i madh ishte italian dhe më linte mua gjëra në dorë. Po gjithsesi ka qenë edhe aty çdo punë që kam bërë, çdo stat më ka ndihmuar për jetën time të mëvonshme. Aty më ka ndihmuar sepse unë italisht e dija pak, po kisha vështirësi në të folur. Dhe aty e kam mësuar shumë mirë, kam mësuar dhe kulturën e tyre shumë mirë. Më ka ndihmuar për punësimin e mëvoshëm. Unë kam qenë edhe shumë tip i urshëm, domethënë kisha shumë ndrojtje, nuk të flisja dot, për shembull, nëse do ishim sot nuk do të flisja fare, ose s'do dilja fare para kamerës. Kjo gjë më ndihmoi për call centerin. Marku, një inxhinier i diplomuar me rezultate të larta, nga një punë e suksesshme edhe profitable në çdo lloj drejtimi e inxhinierit, shkon, punon kamarier për të mos u dorëzuar, për të formuar call center që dikur ishte edhe kështu hase call centragji ishte, nuk e di pse keni këto, ose hase kamarier ishte, nuk e kuptoj. Ato kam punuar shumë vite kamarier me Regjin. Shiko, bashkëbisedimi me ty jam i bindur që s'do kishte fund, se je edhe prind, djalë, shok. Marku ka dhe shumë pasione. Nuk du t'i mshoj shumë ides humbjeve, do t'i mshoj më shumë ides arritjeve. Marku lush shumë futboll. Përveç kësaj, pëlqen shumë fotografin, videot, me dron përgjithsisht. Edhe udhton shumë. Si është kjo rutina jote, Mark, domethënë me azit këtyre sfidave, ha? Se siç e tham edhe më përpara. Nuk ka shumë që humbi babain, kaloi dhe divorcin për arsye që çdo njeri e kalon. Si arrin ti prap ta gjesh kohën dhe vullnetin dhe forcën për t'i vazhduar të tilla gjëra? Mund të them forca e parë është shqyr them shpesh, domethënë që Zoti më ka dhënë forcën e mendjes. Sepse shumë njerëz ndoshta do kishin probleme. Jo do kishin probleme, do kishin kaluar depresion ndoshta. Me depresionin. Dhe kjo gjë domethënë ndoshta vjen natyralisht, ose siç thash, kam parë gjën gjysmën e gotës, siç biseduam më parë, kam parë gjysmën e gotës plot, jo gjysmën e gotës bosh. Edhe pretendoj ta shikoj kështu, pavarësisht çdo sfide, sepse mendoj ndoshta kjo sfidë shërben për të ardhmen.
planet e jetës ne nuk i dim. I di vetëm Zoti, kështu që ndoshta diçka e mirë. Gjithmonë pretendoj që diçka e mirë më vonë do më vi, domethënë. Edhe është e vështirë. Ti je baba single, beqar. Nuk është e lehtë, ka shumë përgjegjësi. Por Për të shtuar, djali jeton me Markun, se përgjithsisht fëmijët jeton me nënën, djali jeton, ketri jeton me Markun. dhe do t'i jepja, domethënë, nëse më lejon një mesazh shumë të madh. Ti mund të flasësh çfarë të duash. Si njerëzve në përgjithësi, por edhe gjykatësve, sepse ligji në Shqipëri është pak diskriminues në lidhje me babain. Duhet t'i shikojnë gjërat mirë, domethënë, sepse jo gjithmonë nëna ose jo gjithmonë babai është i përshtatshëm. Në përgjithësi në Shqipëri ndodh që nënës i jepet fëmia direkt. Duhet realisht të shikohet nëse fëmia është i përshtatshëm për babain, do t'i jepet babait. Nëse është i përshtatshëm për nënën, do t'i jepet nënën. Dhe kjo nuk është diçka që thjesht thuhet në inat, sidomos nga Margo. Jo. Është një këshillë e jetuar, unë e di shumë mirë. E di shumë mirë edhe marrëveshjen që kanë bërë edhe të gjitha, nuk po e thot në inat e sipër, por që realisht të tilla gjëra na duan sepse siç e thu dhe vet, gjëja e parë që, domethënë, po ta vesh re çdo çiftëri që ka probleme, frika e babait në Shqipëri kjo është që gjykata do japi fëmijët nënës me drejt me të padrejt. Realisht, është realiteti shqiptar ky. Edhe në gjithë botën përgjithsisht shu është, por që vlen shumë ky lloj mesazhi që na the. Më fal për ndërprerje. Nuk ka probleme. Vazhdoj, domethënë, siç e tham me djalin, tentoj shumë që ti kushtoj aktivitete, mos jetë nga ata fëmijë që ngelen vetëm brenda apo dalin për peshkim bashk. Nxjerr tek lodrat, do shumë angazhim, domethënë, pothuajse gjithkohës, se edhe shoqëria kështu më thon shpesh, domethënë që nga ke humbur. Përfshi edhe bashkë kur flasim do gjë. Po ka një angazhim, domethënë, një përgjegjësi mund të thosh që duhet të arrit të bëj jetën normale djalit tim, atë jetë që unë, siç folëm më përpara, nuk e pata. Dhe besoj se, siç tham, Zoti para ne mbrapa. Do eci. Durimi mirë. Durimi është çelësi i jetës, sidomos një jetë të qetë. Një njeri duruar patjetër që do ta marrë atë dritën që the. Ka dhe momente ndoshta që edhe unë kam pak lëshime, si të thosh, pas gjithë tyre përgjegjësive ose si të thosh humbjeve, si po ta quajmë si më parë, unë e shfrytëzoj produktive. Maj sa ka mundësi, se edhe shumë mundësi financiare nuk ja, po. Nuk thot kush në herë kam, jo, më thuaj, s'ka problem se. Jo, unë ti e di domethënë, unë jam gjithmonë sinqert, ti tregoj gjithë. Ti je një njeri shqiptar që paguhet mirë, nuk po pretendojmë ti je milioner. Po, je pa qira se ka shtëpinë vet. Po kjo më ndihmon shumë, domethënë, shtëpia, se shumë nga shoqëria ime ma vën në duke këtë, domethënë që shqyqy që ke shtëpinë, si i detyruar të paguash qira. Patjetër, çdo investim e ke nuk humbet. Kjo të ndihmon, domethënë. Dhe e përdor, domethënë, udhëtimin si një formë reflektimi, si një formë, domethënë, rikthimi në normalitetin tim. Shfrytëzoj për të parë traditat, nuk shkojnë në vende turistike, ku shkojnë shumica e turmat. Shkojnë në vende, domethënë, ku dua të përjetoj jetën e tyre, se ndoshta edhe nga fakti që gjithmonë kam dashur të jetoj jashtë shtetit. Asnjëherë nuk e kam marrë guximin dhe kohët e fundit po kthehet edhe kështu që po e ndryshoj këtë mendim, domethënë që të rri në këtë vend që të jap një dorë, një kontribut për ta rregulluar për fëmijët tanë, domethënë, këtë çështje. Por udhëtime do t'i bëj gjithmonë. Shikom, unë ta thash, për mua je një shembull i arritjes, i durimit, i pozitivitetit, edhe për shumë gjëra pozitive që çdo njeri mund të ketë. Edhe çdo lloj gjëje që unë do të them, nuk ta them për domethënë për të shtypur, por për të ngritur ato vlerat. Shiko, unë faktikisht një ndër frikat më të mëdha që kam në jetë është të ngelem vetëm. Po. A kupton? Edhe kur të ndodhi ty, se unë me Markun kemi miqësi të ngushtë, nuk është se jemi thjesht njohur, kupton?
Unë i kam pa gjitha fazat, edhe kur vdiq mami, edhe babi, edhe të divorcit, edhe gjitha. Kur ndodhi divorci jot, për shembull, aty, domethënë, unë me veten time kam simbolizu, ose si mund ta themi një shprehje, një njeriu që ngelet vetëm. Po vetëm në kuptimin e mbështetjes, pavarësisht se ishim miqt, po prapë se prapë familjarja është tjetër. Si arrin ti të mos e vesh ndukja o burr? Sepse unë nuk e kam vurë në herë nga ti, domethënë jo vuajtje, se vuajtjet shprehemi me njëri tjetrin, po. Hallet të burr, ku dëgjon se si më e shpjegoj për shembull, mbi ngarkesën se kemi një problem punë, bërtasim e bëjmë shkojmë një lloj pike që se njohim veten. Si arrin ta menaxhosh ti dhe si do të sugjeroj dikë që ka halle të tilla, kupton? Nuk është se mund të themi që okay, jam në shtëpi, jam vetëm. Po kam njerëz, shqyr Zotit, domethënë kam dy teze që më kanë ngelur tashmë, sepse dy të tjera kanë vdekur nga kancer, 3. Ndonjëherë i flas me to, por siç thash më ka ndihmuar kjo pjesa që unë jam rritur i vetëm dhe i kam tani jam i stërvitur me këtë gjë, domethënë. Edhe e di që nuk kam nevojë t'i shprehem dikujt. Se është dhe kjo gjë që edhe nëse i shprehesh për hallet e tua ose kështu, çfarë mund të të ofroj? Domethënë thjesht një mbështetje, do të flasi, po ta jap domethënë mendimin e sinqert se si mendoj. Do të japi një mbështetje momentale aty për aty, por në fundit prap ti ai që do ta zgjidhësh, domethënë çështjen. Dhe e mira është që ti shtypësh. Nëse ti arrin ti shtypësh dhe të shikosh anën pozitive, siç e tham përpara, atëherë ti nuk do përfundosh në humbje, nuk do shkosh drejt, siç tham, depresionit apo. Por një gjë e mirë, një gjë e mirë është dhe jetesa me djalin tim, sepse siç është angazhim dhe përgjegjësi e madhe, është edhe çlirim i çdo gjë, domethënë aty është motivimi i jetës. Po shiko, nuk e frikë ndonjëherë për shembull që mendon do vi një ditë se gjithë ky akumulim që po thua po ti shtypesh. E shtypja nuk i fshin. Po, jam dakord. A kupton? Nuk e frikë ndonjëherë për shembull që do vi një moment edhe do thosh do shpërthejnë gjithë ky akumulim. Pikërisht për këtë janë udhëtimet që bëj. Okej. Sepse arriti ti çliroj, domethënë të gjitha ndjenjat e mia, kam përjetime të veçanta në çdo udhëtim. Udhëtimi i fundit ishte në Spanjë, siç biseduam bashkë dhe që edhe një udhëtim shpirtëror. Marku thon gjithmonë vetëm. Nuk është njëri që bën grupe ose shkon me guida, edhe shkon gjithmonë. Vetëm një kam provuar me guida dhe nuk do ta provojmë. Se si thash, domethënë unë dua ta provoj vetë aventurën, ndjenjën time. Nga janë nuk është se dua të udhëtoj vetëm, por nuk arrin shoqëria të më ndjeki. Se unë gjithmonë ju them fakt të gjë. Meqense kam parë gjithë këto gjërat e tjera, kam arritur të vlerësoj jetën e vërtet. Ndoshta më është ngulur dhe ky mendimi që jeta është e shkurtër. Nuk duhet të jesh gjithmonë të vrasësh mendjen, duhet. Kjo jeta është e shkurtër, mendon që të ka ardhur së fundmi apo e ke pasur? Kështu zot do të thon nga jetësia e prindërve të tyre. Po, më ka ardhur së fundi. Ata kanë shërbyer pikërisht si model, domethënë, kanë qenë njerëz që nuk kanë parë fare dëshirat e tyre. Kanë parë vetëm të arrinin të bënin një shtëpi që arritën. Mund të thua që janë fare dëshirash, por qefet, domethënë qefet mund ta marr. Po, për qefe nuk kanë bërë. Për shembull, nuk dinin të shkonin një herë në kafe, nuk dinin të shkonin një herë në një udhëtim, siç po shpjegojmë për veten time. Edhe shumë gjëra të tyre domethënë i kanë ndrydhur. Dhe në fund të dy vdiqën në moshën 60 vjeçare, 60-61. Kështu që çfarë morën? Për çfarë do, për shembull, pasurinë që e kërkojnë njerëzit, për çfarë do shumë shtëpi. Mund të shërbejnë për të bërë një jetë të lehtëshme, por nuk duhet harruar. Nuk është domosdoshmëria. Nuk duhet harruar përjetimin e jetës. Shiko, duke ardhur rrugës këtu, Marku patjetër që është një djalë intelektual. Një intelektual sot konsiderohet dikush që lexon me informacione dhe ku ka më mirë se sa ti marrësh të në përbot.
Unë dhe Marko kemi shumë pikpamje të ndryshme në mënyrën e të funksionuarit të jetës. Edhe unë me thënë të drejtën pavarësisht se kam rezervat e mia, kam idetë e mia, mënyrat e mia të jetesës, nuk është se e vras shumë mendjen për paragjykimet, edhe për këto, jo po kështu, jo po pse, jo po, domthonë i kam hequr fare të lloj kompleksesh. Edhe një ndër gjërat që ne biem dakord gjithmonë bashkë është edhe ndikimi që kanë rrethi shoqëror në jetën dhe vazhdoshmërinë e jetës tek ne. Domethënë, siç ja thash edhe në fillim, Marku nuk e shef ndonjëherë të mbi ngarkuar emocionalisht, pavarësisht se ai mund të jetë shumë i mbi ngarkuar. Edhe ai patjetër ka qëndrimin e vet për këtë pjesë. Si e mendon ti këtë pjesën e funksionimit ose energjisë që kanë njerëzit me mes njëri tjetrit në marrëdhënie që kanë? Është në përgjithësi në shoqëri, po edhe në shoqërinë shqiptare është shumë e theksuar. Nuk dua që ta shaj, po është e theksuar negativiteti. Ose më sakt një lloj zilie për tjetrin. Problemi është që ne duam të arrim situata, duam të bëjmë të suksesshëm, duam të bëjmë diçka kështu dhe që në momentin e parë që ti shpreh një ide, direkt përballesh me kundërshtim. Jo se kjo gjë nuk e ecën, jo se kjo gjë, ose për shembull shkojnë deri aty që thonë, pa ku nuk je ti për atë gjë, është shumë e theksuar dhe ne, sidomos brezi jon, siç e përmend përpara, e kemi shumë të theksuar në karakterin, në rritjen tonë dhe ka ndikuar aq shumë sa ne nuk arrinim që të merrnim diçka përsipër. Siç e thetim përpara që reaguam në një reelsin tënd, në një storyn tënd, dhe ndoshta nuk është faji i njerëzve, e biseduam aty, nuk është faji i njerëzve që janë kështu, është thjesht sepse ata janë rritur në këtë lloj mënyre, në këtë lloj energjie dhe e bëjnë edhe në mënyrë të pandërgjeshme. Jo sepse ty duan të bëjnë keq, por nga që shumë gjëra kanë të parealizuara nga ana e tyre dhe mendojnë se edhe tjetri nuk është i aftë për ta arritur këtë gjë. Edhe gjithmonë shkon në një si thua negativitet, po jo në fjalën, domethënë aq të keqe sa presupozohet. Edhe kjo pengon shumë njerëz faktikisht që të ndërmarrin hapa për të qenë suksesshëm në vetvete. Shikon, kjo është njerëzore. Janë disa lloje emocionesh, disa lloje reagimesh që njerëzit i kanë, përgjithsisht shqiptarët, të vinë edhe nga për shkak të kulturës, se ne jemi në mes, edhe lindjes edhe perëndimit, kemi edhe emancipimin, por nuk lejmë dot edhe emocionalen mbrapa. Vjen sepse deri në far pikë është njerëzore, edhe kjo smira që njerëzit kanë. Domethënë, reagimi, xhelozirat, siç e tham, mund të ketë edhe mes dy vëllezërve, deri në një pikë që nuk dëmton. Është thjesht emocionale, se në fund fare gjithë ky rreth jon që na rrethon, qoftë shoqëror, qoftë familjar, janë suportues. Vjen pika që janë suportues, janë të gatshëm të ndihmojnë pavarësisht gjendjes emocionale. Po kjo vjen për shkak të kulturës edhe mënyrës se si ne rritemi, se siç e the vetë, duke qenë se prindit janë shumë protektiv ndaj fëmijëve, e rrisin dhe me frikën që prit njerëz se nuk ta do kush të mirën. Është një term që gjon rëndom në Shqipëri. Nuk ta do të mirën ky, kujdes, mos i trego kujt planet tuja, mos i trego kujt mirët, se kanë dhe këto gjë të marrin mësysh. A kupton? Domethënë ku shkon frika e gjithë shqiptarëve deri në pikën që edhe duke të pa dikush mund të ndikojë tek e ardhmja jote, kupton? Domethënë un prandaj këto i kam arritur ti perifrazoj edhe ti nxjerr si një konkluzion që gjitha janë njerëzore. Pastaj kur fillojnë edhe kthehen në vepra, ato pastaj duhet të aktivizosh ata sensorat për të ruajtur. Do ishte shumë e mirë dhe shumë e bukur dhe shqiptarët do ishin shumë më përpara, shumë më të suksesshëm në botë, nëse do kishte një lloj mbështetje, domethënë për njëri tjetrin. Nuk është se është për të marrë shembull, po ne shikojmë popullin izraelit, domethënë ata kanë një mbështetje shumë të madhe për njëri tjetrin. Dhe kjo i ka bërë ata që të ecin shumë përpara, domethënë të jenë shumë të fuqishëm. Shikon. Pastaj për gjërat e tjera janë ato shprehjet jam krenar që jam shqiptar, edhe janë këto. Jemi deri te stadiumi. Jo, sot. Por ato shqiptarët e dikushëm që janë dhe këto shprehje popullore, që çdo ditë marrin kuptim në Shqipëri. Bashkimi bën fuqinë. Pikërisht. A kupton? Dhe sot neve na mungon bashkimi.
A kupton? Kjo është problemi Njerëzit duhet ta kuptojnë këtë sepse thjesht një fjalë e mirë, një mbështetje se nuk është nevoja që ti ta mbështesësh financiarisht ose jo moralisht, moralin, se njeriu ka nevojë për disa fjalë. Shumë njerëz nga ne, domethënë nuk do ishim në gjendjen që jemi, po. Shiko, Mark, bashkëbisedimi me ty, ja them gjithëve, për çudi po ja them gjithëve, nuk do kishte fond, sepse realisht unë shijoj shumë biseda dhe çdo podcast që kam bërë deri sot nuk mund të them për njërin që ky nuk më pëlqen. Drejt, më thon drejt, domethënë që mos të bëj shefin. Do doja pak marrëdhënien tënde me Zotin. Sepse e përmende që je besimtar. Unë edhe Marko faktikisht prej xhamis njihemi. Në fillim para shumë vitesh, por si ndikon tek njeriu, sepse shumë veta po e sjell këtë lloj teme tani sepse me që dolëm në mënyrën e konceptimit se si konceptojnë shqiptarët dhe të ri shqiptar gjërat. Shumë veta e shohin ndoshta fen si prapambetje. Çfarë është për ty besimi në Zot? Nuk ka rëndësi feja specifikisht. Unë e Marko jemi të dy musliman, por çdo lloj feje. Çfarë është, si është besimi në Zot dhe si ndikon tek forcimi i jetës e karakterit njeriu? Unë realisht e prek shpesh këtë temë, domethënë, një njeriu im i afërt më shpreh shpesh, domethënë, që nga gjithë to mënyra e jetesës që ke pasur deri tani, mënyra e rritjes, nuk do të kishe shkuar në këtë drejtim. Do të ishe bërë një fëmijë harakat pak a shumë. Ka ndikuar shumë feja. Ka ndikuar aq shumë sa unë, domethënë, në filozofinë time nuk arrit ta mendoj, domethënë, që të mendoj diçka të keqe për tjetrin. Unë gjithmonë mendoj pozitivisht. Nëse ti do të bësh, siç e tham për storin, domethënë, do të bësh influencer, pse mos bësh? Pse duhet të pengoj unë? Domethënë, ka qenë një ndikim shumë i mirë sepse aty ku ne shkojmë bashk, ka një ambient aq pozitiv sa ty të ngre. Dhe nuk ka fare vend për këto prapambetjet e fesë dhe të shkuarit në një drejtim siç shikojmë ndoshta në televizor. Po ta studiosh fen mirë edhe me mendjen tënde, edhe jo gjithmonë të dëgjosh të tjerët, do kapësh thelbin e saj dhe do kapësh vetëm më të mirën. Shiko, duhet të bësh një përmbledhje të këtë kësaj që folëm në formë mesazhi. Përgjithsisht target grupi që un kam që duhet marrë mesazhet janë të rit dhe jo vetëm, mund të jenë dhe adoleshentët, mund të jenë edhe të rriturit, mosha e tretë ndoshta, ose mosha e prindërve tanë dhe të gjithë. Po do doja një mesazh nga Marku, jo këto gjërat klishe që të gjithë. Mesazhi pak a shumë, siç thash, ka ndikuar, domethënë, këto ngjarje që kam pësuar. Mos i lini gjërat për në fund. Domethënë, arrini, bëni punën, shikoni gjërat që doni të arrini në karrierë, por përjetoni jetën tuaj. Shikoni sepse mbaron, jetoni me familjen tuaj, dilni, arrini, domethënë, bëni ato dëshirat e brendshme që keni, realisht, domethënë, se leku shkon e vjen. Ti jeni të sigurt për të. Ne kemi qenë shumë të varfër, jemi në një stad që jemi normal, por ama koha ikën shumë shpejt edhe kur të vi fundi pastaj nuk kam pauzë. Shijoni jetën. Po një mesazh për Kedrin. Për Kedrin, shpresoj shumë që t'i dhuroj një jetë, domethënë pa pengje, domethënë. Ai të arrijë ato që do, dhe unë t'jem ai mbështetësi i parë i tij. Jam i bindur që kur të vi dita që Kedri të rritet do ta ketë atë. Unë faktikisht kam vendosur që ke podcasti do të bëj, çdo podcast do bëj nga një thirrje dhe nga një vretje, nga një gjë që un kam për shoqërinë shqiptare edhe në Tiranë. Dhe sot e kam i çik me komplet jashtë teme për taksistat, shoferat e autobusave, shoferat e motorrave dhe të gjithë to që janë përgjithsisht të transportit publik Tiranë. Kujdes, rruga nuk është vetëm e juaja, për gjithë shoferat që janë në transportin publik, është të gjithë kalimtarëve, është të gjithë komsorëve,
respektojeni rregullat e qarkullimit, nuk e keni vetëm ju me ngut, sepse na marrin jetën, na hapin probleme, edhe neve tjerëve që kemi përgjegjësi dhe mundohemi të shkojmë te shtëpia jonë. Sa më pak stres. Domthon, sa më pak stres, Tirana kjo është, Shqipëria kjo është, shqiptarët këta janë, me këto kemi zgjedhur të punojmë, kështu që nuk zgjidhni punë duke ecur keq, duke ngar makinën keq edhe duke i dhënë motorit sikur krejt rruga është e juaja. Kështu që respektoni rregullat e qarkullimit, që të kemi një jetë edhe më të qetë. Mark, të falenderoj shumë. Falenderojmë edhe Regjin që edhe na suportoi me vendin, edhe nuk po për reklamën, Regjin e kam shok ndër vite, 20 vjet, më shumë ndoshta, por do ta marrim edhe Regjin në të ardhmen podcast, në këtë ambient mrekullueshëm. Edhe unë u kënaqa shumë realisht sepse kemi bërë një bisedë bashkë, ndoshta për tej edhe raportit shoqëror, edhe jam i bindur që shumë do kenë mësuar prej teje. Edhe ftojmë këdo që ka dëshirë të flasi, të japë mesazhin e vet, të marrë pjesë. Kështu që të falenderoj shumë. Falenderoj edhe unë ty sepse unë jam një tip shumë modest, nuk dua të nxjerr gjërat e mia, por ndoshta është nevoja, domethënë, që të shpreha diçka, domethënë. Shumë të falenderoj për këtë gjë. Shpresoj të përfitojmë diçka të gjithë së bashku. Patjetër që jam i bindur që do kemi përfituar. Kështu që ju falenderojmë. Mos harroni të bëni subscribe, like, share sa më shumë që përhapim sa më shumë pozitivitet. Po. Faleminderit. Faleminderit.